Në kuadrin e ndeshjeve të raundit të parë para kualifikues për Eurobasketin e vitit 2029, kombëtarja e basketbollit shqiptar është grumbulluar në Shkodër. Federata ka zgjedhur kryeqendrën e Veriut për faktin se ndeshja rrallëse e ekipit kuqezi përballë Slovakisë do të luhet në Qezim Dervishi. Në pritje të kësaj sfide të rëndësishme për Esurinë në grupin C para kualifikues, kjo ndeshje është planifikuar të luhet në 2 Mars të hënën e ardhshme. Për të qenë në formë sa më të mirë, kombëtarja ka nisur tashmë përgatitjet me nga 2 seanca në ditë. Për të theksuar është se në krye të ekipit, Federata ka emëruar ditët e fundit trajnerin nga Spanja, Ricardo Gonzalez, ndërkohë që trajneri më parshëm Erkand Karaj, një herë zgjedhur trajneri i Tiranës, do të vijojë të shërbejë në cilësinë e zëvendës trajnerit. Pjesë e listës së kombëtares është edhe basketbollisti i Vllaznisë, Klajdi Kiri, i cili me paraqitjet pozitive në ndeshjet e Superligës ka marrë vlerësimin e stafit të kombëtares. Ndërkohë ashtu si edhe në përfaqësimet e mëparshme, pjesë e basketbollistëve është edhe shkodrani Çelis Taflaj, i cili luan në kampionatin italian. Në pritje të ndeshjes zyrtare ndaj Slovakisë, kombëtarja ka planifikuar të zhvillojë edhe një miqësore, në të cilën Federata ka programuar të bëjë prezantimin zyrtar të trajnerit të ri Gonzalez. Në grupin ku luajnë kuqezinjtë e basketbollit bën pjesë edhe kombëtarja e Kosovës, së bashku me Slovakinë. Ndeshjen e parë kualifikuese FIBA Eurobasket. Shqipëria ka luajtur në transfert me Slovakinë, ku është mundur 73-63, ndërkohë që në ballafaqimin e dytë të luajtur në 30 nëntor të vitit kaluar në Qezim Dervishi, Shqipëri-Kosovë, sfidë e cila është futur në histori si përballja e parë zyrtare mes dy kombëtareve, ekipi i Kosovës ka fituar në shifra 84-90 rënd.